Në komunën e Putujevës, në zemër të Llapit, ndodhet fshati Bellopoj. Ky fshat shtrihet vetëm disa kilometra larg qytetit të Putujevës dhe njihet si një vend banimi të qetë e me traditë të hershme. Sipas regjistrimeve zyrtare të vitit 2011, Bellopoja ka mbi 1400 banor, ndërsa sot numri i banorëve vlerësohet të jetë më i vogël për shkak të migrimit. Gjatë luftës së fundit në Kosovë në vitet 1998 dhe 99, edhe ky fshat u përball me vështirësi dhe dëmtime, si shumë zona të tjera të Llapit e të Kosovës. Pas luftës, banorët u rikthyen dhe rindërtuan jetën e tyre. Banorët e Bellopojës merren kryesisht me bujqësi dhe blegtori, përveç kultivimit të grurit dhe të mistrit, ata merren edhe me mbjelljen e perimeve të ndryshme, të cilat i përdorin për nevoja familjare dhe për treg. Një pjesë e madhe e banorëve jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, ndërsa familjet në fshat mbështeten edhe nga diaspora. Sot, Bellopoja mbetet një fshat tipik i Llapit, ku ruhen traditat, puna dhe lidhja e fortë me vendlindjen.